Shëndetje të gjithëve, jemi drejt për drejt në Alb Original TV, duke u raportuar një lajm të fundit. Pikërisht në Fark, te Unaza e Madhe, kemi një trailer të rrëzuar, i cili ka bllokuar të gjithë edhe rrugën që të sjell nga ura e Shkozës në drejtim të Tekut, pikërisht te xhamia në Fark. Ka ndodhur ky aksident i rënd, një trailer i përmbysur bashkë edhe me një eskavator që ka pasur, ndërkohë që informacioni që kemi punojësit e policisë së shtetit që ndodheshin aty, personi i aksidentuar ose shoferi i mjetit ndodhet